Komunat me shumicë serbe në veri të enjtën kanë mbajtur seancat e para pas ndërrimit të pushteteve dhe vendimi i parë i tyre ishte dalja nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Për vendimet në sinkron udhëheqësit e komunave Mitrovice Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, e që të gjithë vinë nga lista serbe, listuan disa arsye, por kryesorja sipas tyre është se antarësimi në AKK ishte bërë pa dëshirën e popullatës serbe. Në periudhën e deri tashme, gjithashtu nuk kemi parë asnjë përfitim nga ky asociacion. Kërkesa e qytetarëve të cilët na kanë dhënë mandatin është më së qartë dhe konsideroj se kuvendi komunal duhet të votojë për daljen e komunës së Mitrovicës së Veriut nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Çdo aderim i mëtejshëm në ndonjë asociacion tjetër apo vendim i ngjashëm duhet të vendoset nga vetë qytetarët. Asamblisja nga radhët e vetëvendosjes në Mitrovicë të Veriut, Aida Ferati Doli, e kundërshtoi propozimin për dalje nga AKK-ja, teksa e vlerësoi këtë trup se funksionon shumë mirë. 4 komunat me shumicë serbe ishin udhëhequr nga kryetar shqiptar në periudhën maj 2023, tetor 2025 dhe antarësimi i tyre në AKK u bë në këtë kohë. Kryetari i ri Zveçani, Dragisha Milović, tha se synimi i komunës që udhëheq është themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për këtë kritikoi autoritetet e Kosovës, duke thënë se nuk po e respektojnë marrëveshjen e Brukselit. Nažalost, evo već 13 godina. Fatkeqësisht, tash 13 vjet, pavarësisht se parlamenti në Prishtinë me shumicë prej 2/3 të votave e ka miratuar këtë marrëveshje, ne po presim formimin e asociacionit. Ne e shohim se sa na është dëmtuar komuna, sa ka mbetur prapa investime në infrastrukturë dhe një prej arsyeve është se ne duhet ta mbajmë edhe financiarisht atë asociacion, kurse buxhetin e kemi sot. Lista serbe dhe para se të merrte pushtetin në këto 4 komuna, pati paralajmëruar se do të zhbëjë të gjitha vendimet që janë marrë nga kryetarët shqiptar.